Burri duhet që gruan ta fisnikroj, ta lavdëroj për punët që i kryen në shtëpi, për edukimin e fëmijëve dhe për gjërat e tjera, dhe ta falë atëherë kur gabon. Ibn Abbas, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, transmeton se Muhamedi alayhi salatu vesselam thotë: më të mirët ndaj jush janë ata të cilët janë më të mirë ndaj grave të tyre, ndërsa unë jam më i miri ndaj grave të mia. Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, transmeton se Muhamedi alayhi salatu vesselam thotë: besimtari nuk e urren besimtaren. Nëse nuk i pëlqen një sjellje e saj, mund të i pëlqejë një tjetër sjellje. Burri duhet që t'ja mbrojë gruas fen, ta nxit në veprimin e punëve të mira, t'ja mësoj asaj atë çka i bën dobi, ta urdhërojë në faljen e namazit në kohën e tij, në veshjen e hijabit, ta mësoj për moralin e mirë dhe edukatën e lartë, t'ja mësoj e shpjegoj adhurimet që duhet gruaja t'i kryej Zotit të saj e të tjera. Allahu i tha të dërguarit të tij alayhi salatu vesselam: urdhëroje familjen tënde që të falë namazin dhe këmbgul për këtë. Dhe tregon në libër për Ismailin. Vërtet, ai ishte i sinqert në premtimet e veta, ishte i dërguar dhe profet. Ai urdhëronte popullin e vet që të falte namazin e të jepte zekatin, dhe ishte i mirëpritur te Zoti i vet.